Ishte një rast, ishte një djalë një 14 vjeç nga Tropoja. Edhe ishte shtruar në spital për dyshoshte për një në bazë radiologjisë klinikës e gjithçka, nuk ishte pacientim, dyshoshte për një angiofibrom juvenile, që është një tumor i nazofaringut te fëmijët te meshkujt në adoleshencë, tumor hormonal. Gjithçka shkonte. Do të themi rast ku ti mendon që është gjithsesi është mjekësia. Dhe unë i sharoja. Edhe më thot mua infermieri, hajde se ka gjak ky pacienti. Të nesërmen do marrësh biopsi të pacientit. Edhe unë shkoj lart, shoh një koagul në hund, bëj ta kap koagula më hikën. Një gjak të mpiksur, më hikën. Por nuk i qe ikje natyrale. Si që shketis një koagul, që ikje sikur muskulore. Pra u tërhoq. Mund ishte një lloj mënyre që nuk... Dhe unë shkoj marrë një pincë kirurgjikale, që është me dhëmbza dhe kapate, se po nxirret edhe gjaka. E kap edhe nxjerr jashtë. Ishte thënë hund. E doli një shushunjë. Shushunja lëvizte kështu ndërkohë se kisha kapur unë, lëvizte rinte drejt. Unë s'kisha parë në shushunjë në jetë time asnjëherë. Që është era para. Edhe e fundit nuk, përveç televizorit dhe internet.